Për shkak të rreshjeve të shumta që kanë mbuluar të gjithë rajonin, gjithashtu dhe zonën e juglindjes, tregu industrial në Pogradec gjendet përsëri përpara një fakti që gjithë shiu apo dëbora që bie jashtë hyn brenda në treg, duke dëmtuar kështu të gjitha produktet dhe materialet që janë brenda. Tregtarët ditën e mërkurë që në orën 7 të mëngjesit e kanë hapur tregun dhe gjenden me kova dhe lecka në duar për të minimizuar ujin e rënd, por duket që në rreshjet e shumta nuk ja kanë dalë dot pasi dhe materialet e tyre janë lagur dhe gjithë tregu është përfshirë nga uji. Bie jashtë, bie brenda. Neve kemë të qullur, robat në qullur, qarë të ashume, ja. Vetëm uji tashi. Ato vine, duan paranë, zdo ta di se qarë bëhet, se qarë zbehet. Asnjëri nuk do ta di. Ne kemi ka gjithë në lagështi. Këtu kemi 25 vit, neve u kalbër në shinë të borë, këtu jemi jashtë. Tani pse sa bë një trekëri po gjenjina. Që uji këtu gjodë fare ishte. Sër, shiu na ka rënë robat aty, ç'është gjyna? As një kusht kemi. Situata me shiun këtu në neve është problematike shumë, domethënë ç'bie jashtë, hyn edhe brenda, tekstualisht tek e shikon edhe mollrat sot na janë qullur te mase. S'kemi qartë të bëjmë më shumë, me pronarin se vjen do llafi, vetë po s'kemi qartë të bëjmë më shumë, edhe siç e shikon edhe vetë mallin, tekstualisht, ja, teksa pikon, vlerës ka fare. Prej shumë vitesh këta tregtar kanë punuar në këtë treg, sipas tyre Bashkia prej kohësh ka pretenduar një treg të ri, por asnjëherë nuk është marrë iniciativa për ta ndërtuar atë dhe ata çdo vit përballen me këtë situatë. Bashkia siç na ka premtuar një treg të ri për ta bërë, ose të merret me pronarët edhe të na bëj diçka që të qëndrojmë më ndryshe, jo në këtë situatë që jemi. Tregtarët sot drejtojnë apelin tek pushteti vendor që si fillim të marrin masa për situatën e deri tanishme dhe më pas të krijohen kushtet e nevojshme për një treg të ri.